Ku do të diskutojmë së bashku me astrologën Antigona Kotori horoskopin. Aja do të na zbuloj se si duhet të mësojmë se çfarë shenja kemi, por edhe se çfarë na thon yjet për muajin prill. E mirëpresim Antigonën. Antigona, faleminderit shumë që erdhe, me shumë hare. Dhe pozitivitet, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Përshëndetje edhe për juve, po Bora sot më ka gëzu se di pse vaktin nuk e ka, por ajo kallzon bereqet. Sakt. Me bereqet e me energji na kjo ardhe dhe te, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Pa hub shumë kohë, shkojna direkt në temë Antigona. Apo na tregon se çysh duhet një shenjë me zbulu në shenjën e saj. Nënsheja është gjaja më e rëndësishme në secilën hartë natale ose të secili personalitet. Nënsheja kallzon për atë se si na shohin neve tjerët dhe si na dona ata me na pa. Dhe më thonë, na e kena diellin, që është sheja jonë, e cila flet për rrugtimin ton shpirtëror. Dielli zakonisht kallzon se cili është qëllimi jonë për gjithë jetën, jo vetëm për një periudhë. Kurse nënsheja flet për gjendjen tonë fizike, për pamjen tonë fizike, flet për raportin tonë me të tjerët, flet thuja se ma shumë se sa vetë dielli. Nënsheja duhet mu llogarit, ekzistojnë sajtat të ndryshme, të cilët e llogarisin, por nënsheja nuk mundemi mi pas nëse nuk e kemi orën e saktë të lindjes. Tash ora e saktë nuk duhet me qenë fiks e saktë. Po ajo afërsisht kur të bëni konsultim me një astrolog, nëse vetëm afërsisht e dini se kur është ora e lindjes, ajo llogaritet mas e mbast aty në predispozitave të cilat ti i ke. Ashtë ajo për afërsisht? Afërsisht 2 orë. 2 orë. Sepse janë 12 fusha, edhe 24 orë në ditë. Astrologjia është matematik. E thjesht matematik, edhe kush nuk e kupton është gjyna. Sepse ajo llogaritet sipas orëve, i kemi 24 orë në ditë, edhe 12 fusha, i vjen çdo 2 orë, na ndrohet nënsheja. Ndrohet nënsheja prej momentit, varësisht kur ke lind. Tash, nëse e dini afërsisht orën e lindjes, atëherë ajo mund të gjendet, duke marrë parasysh sipas fizikusit juaj se si dukeni, edhe sipas asaj se si ndiheni, si paraqiteni. Për shembull, një dem gjithmonë kam i pas këtë pjesën e gjoksit pak ma të zhvilluar, kam e pas tjetër konstrukt, një binak gjithmonë kam i pas durt ma të gjata, kam të ma të gjata, ma vital. A ka karakteristika për ka karakteristika fizike. Një binak për shembull gjithmonë kam i qenë kam u duk ma i ri se sa është, e tutje. Për shembull një dash kam i pas vetlat pak ma të theksume, një skorpio gjithmonë kam i pas sytë ma të thella. Luani cilat i ka karakteristik? Luani i ka karakteristik flokt. Flokt i ka shumë karakteristik luani, edhe pamjen fizike normalisht. Luanat janë shej ma i bukur i horoskopit. Ata janë gjithmonë ma të bukurit tonë, edhe ata të cilët e reprezentojnë bukurin në fakt, po shumë e rëndësishme për luanat është nëse nuk i ka flokt mirë, nuk mundet me funksionu. Apo thua? Nënshej. Jena të folë me nënshej. Me nënshej. A me nënshej luan? Me nënshej na të folë po. Edhe shej, po nënshej është ma i theksuar. Antigona thet se nënsheja zbulohet me orën e lindjes. Po, a luajnë rol këtu edhe lindjet cezariane që janë të planifikuara me lindë në atë kohë? Po, nuk ka rëndësi ajo punë. Nuk ka rëndësi, njëjtë? Jo, është fare njëjtë. Është fare njëjtë. Sepse momenti kur hën në operacion me sekcio, atër ajo llogaritet si momenti kur ke ardhur këto, fryma e parë që e ke marrë. Na jemi trupi, shpirti edhe fryma. Fryma e cila vjen, ti je gjallë edhe mbar knanës, po frymë nuk e. Dhe më thonë, prej momentit kur e ke marrë frymën e parë, ajo jeti. Llogaritet. Atë Antigona, çka po na thon yjet për muajin prill? Për muajin prill kemi shumë ndryshime. Fillimisht po do me fol për këtë javë që po vjen. Kemi 2 ndryshime të mëdha. Ata janë Merkuri dhe Venera kthehen në rrugën e vet të drejtë. Edhe ata do të sjellin është ai bumi i fundit i të vërtetës. Dhe më thënë gjanat të cilat me vite janë më shef për neve, tash më kanë me dalë më pah.
në një mënyrë ose në një tjetër, kena mu dash me u ballafaqu me të vërtetat tona, ose të vërtetat e dikujne, të cilat kanë me ndiku në jetën tonë. Na duhet me kuptu që asë një lëvizje në qiell nuk ndodh pa hiri, as për inatit tonë, as për të keqen tonë. Shumë momente në jetën tonë na kena menu që është fundi edhe që kjo është një katarze vërtet, qka është të regu mas një kohë që ka qenë gjaja ma e mire në për atë moment, dhe për atë universi i kryon këto momente, në të cilat na duhena me u vedisu, me ndru qasjen tonë dhe që aty në problematika, më varsisht në cilën fushë kemi, edhe me u ballafaqu me të vërtetat, edhe me vazhdu tutje. Se cili kuptim i një të vërtete e ka arsyen e vetë për të përfunduar qatë cikël jetësor, ose për të transfer. Nuk duhet çdo raport me u prish. Ka raporte të cilat duhen me u transformu, me ndru pozicion, ndaj që ati problemi. Nuk ka problemet pas gjithshme, po nuk ka problemet të cilat banojnë muzikë. Dhe të thotë, në të gjitha shenjat e horoskopit, është kjo... është kjo, po, nuk punon qielli vetëm për dikon, për të gjithë, po kjo në varet në cilën fushë ke. Tash për njësi me fushat me renë, apo do një qashto, përse cilën... Do shta kisha thonë, vetëm i specifikojmë disa shenja që janë me fatë, edhe cila është ndështë me rëndësishmja, cila ka me pas pore, ndështë me shumë. Dëshimit më pikante të njëra për shenjave, më karakteristike që të të afektohet. Përvojat e mija me astrologi, unë e merëm që 6 vjetë, jëmë profesioniste, thuja se 4 vjetë. Po, kom vonu me dalë si përfaqe duke u frigu nga para gjukimet, edhe në këj mentaliteti jonë, mirë po... Përvoja jeme flet që njerëzit janë të interesu ma shumë për dashuri se sa për pare. A po, a? Sepse po. Oke, ani ke punë për... Po, si që duen... Diqa pëndodhë me dashurin. Cila është shenja më fate dashuris? Për këtë pranver, une po i ceki disa prej shejave që duen me qenë me fat, janë ujort, janë këta, Vergo. Virgjereshat edhe bineqt kajnë me psukatarës të madhe. Dhe më thonë, me pas binjakun për partner, është denim për partnerin. Wow. Sepse qaj partner për balë, ka diçka me mësu për ti. Skorpiot kajnë me pas sukses prej qeshorit e andej, për dashat thamë pra që është vitja dhe sezona e tyne, luanat duhen me u fokusu vetëm në karierë, sa aty e kajnë fatin, Britsjapat kënë kujdes me raportet familjare, ujort sa ma shumë me punu me veten për paraqitjen e vetë jashtë. Edhe peshqit duhen mu kujdes me raportet e cilat i kajnë shpenzu. Edhe duhen me gjetë një mënyrë të re me ri në gjallë që ato raporte, ose me kërku raportet. Okej. Shenja ma pa fatë, a ka me qenë... Më pak fatë, litë dhe me. Okej, pas gusë pak, më pak. Nuk kam qef me thonë që në universi kur nuk thotë që na jemi... Shenjat të cilat duhen me qenë të kujdeshme. Të kujdeshme, duhen me qenë demat, duhen me qenë peshoret. Në qëfar aspekti? Duhen me qenë kujdeshëm me paret, duhen me qenë kujdeshëm me njerës të cilët mund t'i lëndojnë pa dëshirën e tyne. Edhe, si me thanë, ka qenë koha kur ata ka ndryshu, edhe tash po vjen koha kur ata duhen pak mu tërhek edhe mos me provu ndimet më ta. Okej, në regull. Keni kujdes, një mesazh shumë e mirë, keni kujdes, nuk jeni pa fat, po veç keni kujdes. Ishin këto informata shumë të nevojshme edhe që seriosisht asune nuk është që i kam ditur shumë, shtë që të falenderoj shumë për këto informata që na dhe edhe në këtë njërë kaq të lehtë, drejtën të thëmë se shumë jetu e përqu këtë diturin në mënyrë shumë të lehtë. Une, mund të kalzova, kam vonu me dalë, sepse une një vjetë jam marrë vetëm me terminologjin, edhe me shpikjen e termineve në të cilat kam ju qasë publikut, duke marrë parasysh që nuk kena pas as fjallor, populli shqiptar ka mangu fjallë për specifikat të ndryshme. Mikrobota është si makrobota. Qka ndodhë në qelë, ndodhë edhe në tokë.
vetëm që duhet me ditë me interpretu, unë e kom punu gati një vit, me u përpjek me i gjetë shprehjet e duhura, për eventet e duhura, duke dasht me i tregu njerëzve që astrologjia nuk është anëmiku jonë. Astrologjia është një alat të cilin na mujmë i përdor me a lecu vetës jetën. Këtë këto që për i thuv, Antigona nga ki bo shumë për zemrë, edhe për mënyrën që shpjegon, edhe për gëzime që pas ke dalë për ati kompozitetit, a mu shfaqë ajo shumë mirë që ke dalë, edhe na po mësojna shumë për teje. Faleminderit shumë Antigona, kena dëshirën e lindritje dhe ke shikustar me të pas në mënyrë në çdo javë, e kome duket pjesën e horoskopit së bashku, dhe faleminderit që edhe sot gjithë e kome na bashkë në gjithë një studio, si gjithmonë kënaqësi me të pas këto. Kënaqësi edhe unë, jeni një staf i mrekullueshëm, jo vetëm ju këtë në studio, po edhe teknika jashtë, njerëz të cilët vërtet pak përmendën nëpër televizion, unë kam qenë pjesë teknike shumë gjatë, edhe e di se sa e vlefshme është ajo pjesë, kështu që ju përgëzoj gjithëve për energjinë të cilin e keni. Faleminderit shumë, faleminderit për tu fjalë. Atëherë miq, kështu shënojmë edhe fundin ne për sot. Unë ju le takim të shtunën e ardhshme. Faleminderit shumë që qëndruat me ne deri në këtë momente. Një ditë sa më të mbar për juve sot. Faleminderit edhe nga unë, shpresoj që keni kalu mirë në këtë fundjavë, e java ju sjell vetëm begati edhe lumturi, shëndet mas pari. Do të pafshim. Çdo të mirë.